Fëmijët e shijojnë lumturinë sepse ata përjetojnë jetën me të gjitha gjymtyrët dhe me shpirtin e tyre tani, në momentin e tanishëm. Ata zhyten në atë që bëjnë, çfarë do qoftë ajo, qoftë loj topi, ose vizatimi një pikture të bukur, ose janë duke vështruar zogjt në qiell. Ata nuk mendojnë për të shkuarën, sepse nuk shohin në të asgjë që meriton interesimin e tyre. Ata nuk i shqetëson e ardhmja dhe ajo se çfarë do të ndodhë në të, edhe nëse bëhet fjalë për të ardhmen shumë të afërt. Njeriu fillon ta humbasë lumturinë fëmirore, atëherë kur e humbet aftësinë e tij për të marrë vetëm me të tanishmen. Kur njeriu fillon të mendojë për të kaluarën dhe për frikën se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, në këtë pikë ai kthehet nga një njeri i lumtur në një njeri të mjerë dhe të pafuqishëm. Gjëja e cila më së shumti na e vonon ardhen e lumturisë sonë është fjala që i themi vetes, gjërat do të përmirësohen në të ardhmen. Po të shikojmë në pamjen e këtij personi i cili e shtyn për më vonë lumturinë e tij, duke pritur atë që ajo të ndodhë në të ardhmen, do të vërejmë se gjatë studimeve të tij ai thotë, kur të diplomohem do të jem i lirë dhe nuk do të jem nën kontrollin e askujt. Pastaj pret të punësohet dhe thotë, kur të fitoj para, do të jem më i lumtur. Pastaj mendon të gjejë një punë me pagesë më të lartë dhe mendon se lumturia e tij gjendet atje. Pastaj e shtyn lumturinë për kur të martohet. Pastaj kur të i rriten fëmijët dhe të dalin në pension, atëherë do të shtyjë lumturinë e tij për atëherë kur fëmijët e tij të i mbarojnë përgjegjësitë e tyre dhe të jenë të lirë të i shërbejnë këtij. A thua do të jep afat jeta derisa të i mbërri kësaj dite? Kështu, shikojmë se ky person e humbi gjithë të tanishmen e tij duke planifikuar për një të ardhme të ndritur, e cila ndoshta nuk vjen kurrë. Ne do të jemi të lumtur vetëm nëse ndihemi të lumtur në momentin e tanishëm, edhe nëse kalojmë gjithë kohën tonë sikur jemi në një udhëtim në të cilën argëtohemi. Ne kalojmë shumë kohë duke pritur të vijë rasti i përshtatshëm për të kaluar një kohë të bukur me ata që i duam. Një studim i kryer mbi baballarët e shtresës së mesme gjeti se ata kalojnë 73 sekonda në ditë me bijtë e tyre dhe mbeten gjatë gjithë kohës duke pritur rastin e përshtatshëm për të kaluar kohë të bukur me ta. Ta presin ose që të i kenë mbaruar të gjitha punët e tyre, ose presin përmirësimin e gjendjes së tyre ekonomike, ose presin të mbarojnë nga ndërtimi i shtëpisë e të tjerë. Të jetosh të tanishmen do të thotë të shijosh gjithë çfarë përmban ajo. Nëse vendosim të lyejmë balkonin e shtëpisë, ne mund ta shijojmë këtë punë, së bashku me aftësinë mjeshtrore për të, duke shijuar fladin e freskët që na ledhaton, duke shijuar këngën e zogjve në përpem, dhe duke u kënaqur me përshëndetjet e bukura që na thon fëmijët tan. Të jetosh momentin do të thotë të zgjerosh perceptimet e tua në mënyrë që momenti të bëhet sa më i bukur. Secili prej nesh ka të drejtë ta mbush jetën e tij me ngrohtësi dhe dashuri. Vetëm atëherë do ta përzësh frikën dhe shqetësimin nga ajo se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, sepse këto lloj frikash ta paralizojnë lëvizjen dhe ta pengojnë të bësh arritje. Ndoshta nga mjetet më të mira për ta larguar shqetësimin e shpirtit është të filluarit të bërjes diçka me vlerë, pa patur frikë për fundimin, e të mendojmë se çfarë do të arrijmë pas këtij mundimi. Nuk është e lehtë të çlirohemi nga mendimet tona të këqija, si nga frika ose mos prishet makina, ose se mos na heqin nga puna. Nuk është e lehtë të ndihemi me mendje të qetë, por ne mund ta zëmë veten tonë me punë, sado e vogël qoftë ajo, si të folurit në telefon me një shok të vjetër, ose krijimi i një shoqërie të re, ose shoqërimi i fëmijëve në park. Dhe kështu, duke u angazhuar me gjëra në dukje të vogla, gjendja jon do të fillojë të njohë përmirësimin. Ne duhet të fillojmë të përfitojmë plotësisht nga momenti i tanishëm, sepse të merremi me atë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen dhe të rrim duke menduar se si ta kapërcejmë situatën. Kjo do të na shkatërrojë. Por nëse jetojmë momentin e tanishëm dhe e lëm të ardhmen në dorën e Zotit që ai ta rregullojë si të dojë, mendimin e Zotit nuk do të ketë asnjë problem, me kusht që të mos bëjmë ndonjë gjë që e dëmton të ardhmen tonë.